kujtojmë se Belinda Balluku sot duhet të vazhdojë të jetë e pezulluar. Një njeri i korruptuar, i akuzuar nuk mund të na drejtojë, nuk mund të bajnë peng vendin tonë. Ne duam që të gjithë të korruptuarit të përballen me drejtësinë. Këto janë 20.000 firma, siç e dini, ne nuk kemi shumë kohë që kemi filluar mbledhjen e firmave, do shkojmë në 100.000 firma dhe këto 100.000 firma do shkojnë në Kongresin Amerikan që t'i tregojmë kongresmenëve amerikanë që shteti shqiptar, populli shqiptar është me drejtësinë kundër korrupsionit. Korrupsioni ka qenë plaga më e madhe që ka bërë që gjysma e shqiptarëve të ikin nga Shqipëria. Nëse ne nuk e luftojmë, nëse ne nuk vendosim të standard minimal, atëre e ardhmja e shqiptarëve është e rrezikuar. Mirëqenia e shqiptarëve është e rrezikuar. Askush njeri me pushtet, pavarësisht votës që mund të ketë marrë, nuk mund të jetë mbi ligjin. Në momentin që kafet nuk e vjedhur, minimalisht duhet largohet. Kjo është Evropa ku ne duam të shkojmë.